Përshëndetje miq, këtu kam sjell role gici të mbushur me prosciutto e mozzarella, të shoqëruar me orizë presh. Doli vërtet fantastike kjo recetë, mos e lini pa provuar. Kisha e dy presh, i kisha prerë dhe i kisha fut në ngrirje, dhe ku erdha nga puna pa për të parë fare, përgatita këtë vakt. Në një mikser, një kokorqep, një karrot, një thel pudër, shtojmë dy preshët siç i nxorëm nga ngrirja, i grim me mikser, i hedhim në një tenxhere, shtojmë vaj ulliri dhe i skuqim për pak minuta. Ndërkohë, 4 garuzh dhe oriz, i hedhim në një kullor se e shplaj mirë orizin. Ky është lloji i orizit që un kam përdorur. Skuqim përbërësit, mbasi kemi skuqur, shtojmë orizin, pak piper dhe e përthajmë orizin. E skuqim derisa të përthajë atë ujin e vet. I shtojmë pak gjalp, shtojmë dhe lëngun vegetal që kam përgatitur me karrotë, selino dhe qep. Unë këtu domethënë si pilafi 2-1, po i shtova edhe 2 garuzhe të tjera që të bëjsh në këtë mënyrë, domethënë sipas mënyrës time. Nuk ua thash pilaf se do thoni ç'a pilafi është ky. E doja domethënë pak të ujshëm. Këtu kemi mishin e gicit, disa feta, lonca quhet këtu, i vendosim prosciutto, mozzarella, vendosni përbërësi që dëshironi, unë këto kisha këto vura, në një pjatë miell misri, i lyej mirë, i kemi mbyll me stucika dent këto, me shkopin dhëmësh, që mos të hapen gjatë skuqjes. I skuqim mirë, mbasi kemi skuqur, e shuajmë pak me verë të bardhë, shtojmë një thel pudër, pak gjalp, pak piper, pak krip dhe pak ujë, i zjejmë për 10 minuta. Mbas 10 minutash kemi këtë rezultat, shikoni, kur thot teli që ta hash me sy. Vërtet një super vakt dhe familjarët më falenderuar dhe përgatitet shumë shpejt. Ju përshëndes. Ciao, ciao.